Pallati 1300 në lagjen 24 Maj në Çole është në rrezik shëmbje. Pas ndërhyrjes së bërë nga një biznes privat, pallati ka pësuar dëmtime. Një grup specialistësh kanë shkuar në zonë dhe e kanë nxjerrë këtë pallat si të pabanueshëm. Por edhe pse Bashkia e Vlorës e përfshiu pallatin në një projekt të riabilitimi me kërkesën e vetë banorëve, punimet u ndërprem pasi, siç thot firma e ndërtimit, nuk ishte serioze në punime. Në këto kushte, në fund të vitit të kaluar, Bashkia, sipas edhe vetë banorëve, u ka sill një shkresë zyrtare familjarëve që së shpejti pallati do të shëmbej pasi ishte i pabanueshëm. Jeni shumë të rrezikuar te Bashkia, na ka dhënë para disa muajsh një flet që do prishet pallati, po kur pasaj dërguan firmën, kanë ardhur nga Tirana, ka ardhur avokati i popullit, kanë dhe të gjithë gënjejnë. Edhe pasaj dhe kthyen. Doli i pabanuar fillimisht. Tash e kanë kthyer, erdhi dhe çpuan këtu, strukturën e tokës. Erdhi firma dhe erdhi Vërdall. Ka ardhur Vërdall, po prapë nuk brenda parametrave nuk bën gjë. Është bërë një lokal atje në fund, zot e prish Bashkia dhe ngelëm në mshit fatit. Or zotri, tabela ka qenë, po ka disa ka ajo tabela, ka një vit. Erdhi ndonjë 7 muaj skeleria këtu. Edhe nuk e lam se ai erdhi vetëm me një punëtor. Deri tani unë si di dokumenta, po thonë që janë deri 136 milion. Janë prishur edhe s'është bërë asgjë. Ore, jemi çdo minutë, jo çdo ditë. Jemi çdo minutë të rrezikuar. Janë 40 familje. Llogarite, një dhomë me kuzhinë këtu bën 45 milion. Një dhomë me kuzhinë. Po ata që kanë 2 dhomë me kuzhinë, sa është 20 me 20 kjo. Gjithë edhe në marrëveshje me pallatin, firma e ndërtimit dhe Bashkia, këto të trija. Se ka marrë përsipër Bashkia. E din inxhinierët atë punë, se din unë. Inxhinieri është zhdukur, inxhinieri zbatues. E kam lartë atë shkresën. Nuk kam djalin aty se i kanë dosje brenda djali, se do t'i pja shkresën te fotokopia. Duhet t'i kri brenda një jave, do japin dhe bonusin, se do prishet pallati. Gënjyen edhe vazhdojnë të gënjejnë. Kur ka ardhur? Është me data, duhet jetë në dorë, duhet këtë qenë. Megjithatë, duket se deri tani nuk ka ende asnjë informacion zyrtar se çfarë do të bëhet me pallatin 1300 në lagjen 24 Maj. Banorët theksojnë se çdo ditë edhe më shumë ndihen të rrezikuar, ndërsa kërkojnë marrjen e masave sa më parë.